Adrola, ku ma ke lënë mamita të buzëve? Nuk kam marrë. Po nuk është këtu, këto ku ke lënë. Përshëndetje, ne jemi vërgati po dalim, janë lyer, janë veshur. Mu pikua pak këtu në një vend, mu pikua. Nuk mu pikua, po më ra rimeli nga dora, mu plas këtu, mirë që s'mu plaste këto. Nejse, jam gati, po kërkoj edhe ato të buzëve, që nuk e di ku ma ka lënë Adrola, po, okej, do mundohemi ta gjejmë. Kë po më mbaron, është i vetmi parfum që më pëlqen, pësoj se do e mbush prap këtë, se s'ka më. Lost Cherry, është super. Si që u thash, u bëra gati, nuk ju kam treguar, po më kishte dërguar motra disa gjëra. Mes tyre edhe këtë kanë atjera dhe shumë bluza të tjera. Më kishte dërguar dhe këtë, është nga Revolution, në qoftë se ja them mirë. Më kishte dërguar këtë, kjo është pak i thyer, po okej. Kjo është nga Essence, më kishte dërguar këtë rimelin që prap është nga Essence. Këtë paletën, që ka tone shumë të bukura. Dhe këtu është një buskuq tjetër, kaf. Tjetër, kjo është Penel, edhe këto janë për vetulla të treja që i bëjmë shumë këto vija. Unë gjeta në fakt këtë që ma kishte hedhur Adrola poshtë krevatit, këtë e ka marrë te Temu, po ky është super. As nuk fshihet, as nuk lëviz yll. Ka futur edhe këtë këtu, zica për trupin. I do e provoj kur të ikim në plazh, se kështu nuk mundem ta provoj. Nga që duhet ta mësoj si funksionon. Tani po presim Endrin se ka ikur deri diku, edhe do ikim. Unë ndërkohë duhet të gjej atë për buzët, shkëlqysin. Nga këmbët do vesh këto sandalet, nuk ja u kam treguar, po i kam marrë te Temu. Kam veshur shumë herë në plazh edhe për të dalë, janë yll, nuk i ndjen fare në këmbë, janë shumë të lehta, kështu që këto do vesh edhe tani. Nuk e thash ku do shkojmë, po duam të shkojmë te Jumbo, sepse duam të blejmë çadër kampingun, e nuk ikëm dot, as një javë më parë, as këtë javë që iku, edhe të mundohemi të ikim javën tjetër. Kështu që na duhet çadër sepse atyre që u kishte marrë çadër ju duheshin, kështu që na i morën sërish dhe ne nuk shkojmë asnjë vit. Do shkojmë që të shikojmë për ta blerë vetë, do shikojmë dyshekun, do shikojmë çadrën, do shikojmë pomë, t'i blejmë dhe ta kemi tonën. Shkëlqysi nuk e gjeta nga më ka lënë Ola, po gjeta këtë që ka shumë pak. Mundova i lyeva me këtë. Nuk e di ku ka hekur. Ose unë do e kem diku para syve dhe nuk e shikoj. Po nejse, pris. I lash këtu këto, se sa po i mblodha nga teli. I lash këtu për t'ja u treguar, janë këto bikinit. Okej, kështu në material nuk dukeshin gjë. Edhe këto të sipërmet i kanë shumë të mëdhaja, plus që për të hequr këtë synxherin, nuk e kanë të hapur pjesën këtu për t'ja hequr, për shembull kur i lan. Unë i lava nuk i gjeti gjë, me 60 i lava, po doja t'ju thoja që ngjyrën e kanë super, një ngjyrë roz të ëmbël të lehtë. I vesha një radhë në plazh dhe dukeshin super, më pëlqyen. Kur i hapa thash, që janë këto, më duken shumë keq në material, nuk e di në model, po janë yll. Edhe bërën shumë pak, shumë pak. Duhet të kem edhe shumë gjëra të tjera për t'u treguar, që i kam hapur edhe nuk ja u kam treguar, po avash do ja u tregoj të gjithë. Po pres edhe një palë bikini të tjera, thash që nuk do porosit më, nga që edhe gushti ngeli, po shikoj atje, më dalin më super çmime, edhe super roba bajo, edhe them, jo, po duhet i marrë edhe këto. Okej, tani nuk do porosit më, megjithëse kësaj radhe porosita një palë bikini, kam porositur të mbathura, poshtë edhe lart, për t'i testuar, edhe një laps për syt, për pjesën këtu poshtë atë të bardhën. Se unë kam shumë qef kur i bëhet dhe ja tani u kujtova, t'i bëj pak me këtë të bardhën. I kam shumë qef kur e bëj këtë pjesën këtu. Më duket sikur kjo më jep dritë te syri. Jo, aty nuk dalloni gjë, po okej. Kjo me make-upit më është bërë shelbur, edhe duhet ta laj. Plus që mi ngacmon edhe Adrola shumë të gjëra të mi bën lëmsh. Nejse. Të presim Endrin edhe t'ikim. Dolëm. Qa? Buzët, kush t'i lyeu? I lyua vetë. Kur? Jam edhe
thash ti që dolëm të blinim ato gjërat për kamping. Nuk morëm gjë sepse duam të shkojmë edhe tek Bozi që të shikojmë mbase janë më mira atje ose nuk e di me çmimin si do jenë. Por nuk dolëm pa gjë as nga Jumbo. Morja drolla këto. Kishte dy palë të tilla, ishin qarë të dyja, e mori këto me Barbie. Pastaj shkuam tek Sinsay, kisha parë një bluzë që doja ta merrja, nga këto me kuriz jashtë, me lidhje kështu, por që kishte ngelur vetëm një masë extra large, ishte super e madhe, kështu që nuk e mora, kërkova mos gjë tjetër, nuk e gjeta. Edhe që tu nuk dolën pa gjë, mori Endri, e kuptoni. Pastaj shkuam tek Lodrat, ma pas ka rëngja. Po në a është e dark, qa do bëjmë për dark e kështu ashtu, në kishte bajtë mendja për mish në Scar, dhe shkuam tek një tavern, këtu në Fier. U kënaqem me mish, edhe erdhëm në shtëpi, unë që kam që vetëm po kruhem sot. Tani, do bëj trekën, do bëj makarona, qa do bëj, okej, tash po bëj makarona sot. Pas e dalim më vonë, nuk e dim si do vi Endri, unë dua të iki në Durrës, të ha të bubble waffle, po se dim sa do vënoj të Endri, si do vi i lodhur i pa lodhur, me të parë me të bërë, si gjithmonë. Si fillim kapim flokët. Dolem ne po ikim tani. Po bëja punën tani, po thash të tregoj këto dy gjëra që morëm se do e vendos këtu tek tavolina këtë që kam marrë, është kjo. Do e vendos në mes, edhe këtu do vendos një qeri, aromën, këto të gotave, besoj se do duket bukur. Kishte në fakt edhe modele të tjera, kishte edhe katrore, kishte edhe më të vogla, kishte edhe me dy, që kishin dy brenda. Po mua më pëlqeu ngjyra e kësaj dhe besoj se do shkoj. Nuk e di të shikojmë. Dhe vendosim tani. Mora dhe këtë gotën me pibs. Ishte shumë e bukur kjo. Ja, shumë e bukur. Ka dhe pibsën këtu. Okej, Qelqin e ka pak të holl, po nuk na prish punë. Mora dhe një grirse nga ato për perimet. Ja dërgova motrës. Unë ju kam thënë që nuk bëj dot patë. Edhe ja qova dhe motrës një. Mori dhe Adrola një fletore. Mere Ola tregoj. Se me zi po preta tregoj. Ja. Bravo. E bukuresh. Shumë e bukur është. Në fakt të tillat janë goxha lek tek Jumbo, mund t'jenë diku te 3.000-4.000 lekë, ndoshta edhe më shumë. E ne morëm atje 1.500 lekë, shumë e bukur. Këto morëm. Tjetër dje shkuam tek Lofi për të ngrënë si kishte bubble waffle, edhe ishte shumë e mirë. Shumë e mirë. Kush është në Durrës duhet ta provoj, po te ata që janë nga Durrësi duhet të shkojnë patjetër ta provojnë. Na pëlqen shumë të gjitha, që nga çmimi, që ishte super, tek shija, tek vendi, një vend shumë i vogël, por shumë i bukur nga brenda dhe njerëzit ishin shumë të mirë, besoj ata që e kishin. Por nuk është bashkëpunim fare, as nuk e dinin që unë beja video, as nuk ju thash, as por që po. Pastaj dolëm edhe një xhiro dhe ju tregoj një gjë të vogël që më ndodhi, po duke vendosur këtë, duke ju treguar. Edhe që po ju thoja, shkon tek Lodra që të loste Adrola, duke ecur shikoj një telefon në tokë, e marr në dorë, se po mbuloj në fakt nga rëra apo çakull, nuk e di çfarë janë ato sigurat vegjël. Edhe po e mora në dorë, ngrita kokën, mos po e kërkonte dikush, jo. U ula dhe i them Endrit, qa të bëjmë tani? Provoj ta hap, mbasi gjeja ndonjë numër kontakti, se duke që ishte një telefon fëmije, adoleshenti, nuk e di, ishte me kod. Pritëm se mos ndoshta merrte dikush në telefon, jo. Pastaj po mendonim ku ta linim, se ne do iknim në ato kohë. Hajde thash Endri do presim edhe pak, mbase vinë e kërkojnë. Në këtë kohë ne shikonim mos mbase dikush ishte duke kërkuar, po jo. Derisa vjen një djalë që mund të ishte diku te 14 vjeç, 15, diçka e tillë. Po kërkonte. I afrohem dhe i them me shijoti, ky telefoni këtë po kërkon? Po, thot faleminderit. E pash që u lumturua shumë, edhe më bë shumë qefi që
bëra një gjë të mirë. Mbase mund ta kishte marrë dikush tjetër dhe do e kishte fikur dhe do kishte ikur me vrap, nuk e di. Ose mbase do binte ndonjëri tjetër që do bënte të njëjtën gjë, as këtë se di. Por që e rëndësishme është që unë ndihmova dikë. Edhe po, do vendos këto, siç thash. Kam këtë, nuk e di nëse do shkonte ta vendosja kështu. Okej, bukur. Të pëlqen ona? Një gjë e thjeshtë por e lezetshme. Mbase do shkonte më shumë nëse se do vendosja një aromë, po e di që Adrola dhe Qenushi nuk do më lënë aromë aty sipër, kështu që po e le kaq. Ose ndoshta ndonjë zbukurim tjetër, po okay, për momentin po e le kështu. Sitting in the basement apartment I rented with you. Shkuam te Buzi, morëm çadrën. Morëm këtë, që s'ka asnjë figurë këtu. Po okay, është brenda. Tani ku endri me Olën tek Xhambo të shikojmë për dyshekun edhe për pompë. Unë po pres me Danen këtu, nuk ika se ka marrë dhe Qenushi. Mirë mëngjes, jemi bërë gati për t'ikur, po kemi marrë aq shumë gjëra, sa nuk i keni ide. Shkoj Endri të çoj disa, pas të merremi me këto gjërat e tjera që kemi. Kemi marrë shumë Ola? Po. Meno su karton. Karton? Ja kjo s'digjon që materialisht. Ja ku fileto. Në vajti. Hajde, është të. Dane, këtë se pas ka më shku një. Po. Hajde këtu. Po. Ma bëm bujnë. Out to the highway, I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end with both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm there. Gati ta tjetër. Jam e lodhur shumë, por kam pastruar. Tani do hiq pak të gjëra që kishim marrë me vete, t'i çoj në përvende. Kam vënë edhe drekën ndërkohë, bëra një tavë me pjerka, patlıcan, patate, edhe këto erëzat. Bëra edhe ca qofte, do me thënë kërnace, kërnacka, do me thënë i bëra rrethore, pastaj i shtypa dhe i vendosa te tava. Shpresoj që do bëhet e mirë. Po thash pa hap edhe sot, të filmoj edhe sot, edhe ta editoj, ta postoj. Kështu që, çojmë si fillim gjërat në përvende. Kisha marrë këtë çantë. Kishim marrë shumë gjëra, sa nuk e keni ide. Po ato gjërat e termusi këto i rregullova. Çanta e çantës. Kisha marrë dritën, të dritën këtu. Që shkreta nuk e di sa dritë ka mbajtur. E ndezëm gjithë natën, e lash ndezur, jo se kisha frikë, po doja thjesht një dritë brenda. Besoni apo jo, e kisha futur të ndezur në çantë, edhe derisa erdha në shtëpi, kjo ndrite akoma brenda në çantë. Super. Tu, kam marrë krërin, kam marrë kremin, që doja u tregoj pastaj këtë muhabetin e kremit.
një makinë të vogël nga këto që pret, letrat lagura, këto për të rregulluar flokët, krerin gjithashtu anti-djersën, plastika për flokët, edhe parfumin, lidhse, këtë që mbaj këto brerset e thonjve, se unë kam shumë bezdikuriki diku dhe më del do ju thua, pastaj ozdo. Këtu kam bijamet që nuk i vesha fare për tova, powerbankun që nuk më hyri në punë, sepse nuk isha internet, telefonin a exagerova më mbajti, kështu që në rregull, kisha marrë mikrofonat që gjithashtu nuk i përdora fare, kisha marrë edhe tripodin që as këtë nuk e përdora fare, nuk i përdora fare nga çanta. Kam marrë çakmakët që ndezën furrën, edhe këtë dritën. Kjo na bëri shumë punë sepse me këtë pa mishin, e mbajtën për të dalë larg, për të kryer nevoja se kuptoj, diku do i kryenim. Nice. Ma bet parënci. E mbyllim çantën se e bëri punën e saj, e futim tu te çanta e saj. Ja kështu. Këto do i çoj gjitha në përvende, po të zbrazim dhe këtë tjetrën, të shikojmë çka ka kjo. Kapakun e syzeve, që syzet nuk janë brenda, xhinset e adrolet, që do jetë për të larë, edhe kremrat e plazhit, që as këto nuk i përdora fare. Nice, do i lëm kështu siç janë aty edhe ti kemi për herën tjetër. Këto peshqirat, gjërat që kishim të tjerat, siç e thash edhe termosin, i hoqa që dje, që mos t'i kisha shumë këtu në përkëmb. Se ndonjëherë i marri plastu edhe pastaj nuk kujtohem t'i lëviz deri nesër, kurse mbrëmë mundova t'i isha disa. T'i çojmë për vendet. Kam edhe këto këtu, kuvertën, çarçafin, jashtëkët që gjitha do i laj, po më duhet t'i laç për rroba se më kanë mbaruar, kështu që më kanë ngelur gjitha kështu. Nice, do dalim pastaj t'i blej mufik dhe kjo dreq. Nuk ju tregova muhabetin e kremit. Ditën e parë që ikëm, u lyeva që në shtëpi, edhe duke qenë se ikëm mbas dite, goxha mbas dite, nuk kisha nevojë që ta riaplikoja. Te nesërmen, u ngritëm, moqëm gjërat, zurëm vendin ku do rinim, ndënjëm, u shtriva në diell, po e këto lozëm, kur kujtohem më vonë. Po unë lyeva i thash Endrit në krem? Jo, jam djegur i thash? Je djegur. E isha bërë flak e kuqe. Sot nuk dallohet aq shumë pak, por që dje isha flak. Kisha marrë 2-3 kremra me vete? Kisha marrë. U lyeva? Jo. Nice. Nuk ka shumë rëndësi ka që patëm sërish një eksperiencë shumë të bukur, edhe pse me pak më shumë mundim këtë herë, por e rëndësishme është që shkuam dhe unë do ja u super sugjeroja. Do me thënë do ja u sugjeroja 100%, 1000%. Duhet ta provoni, nëse keni mundësi patjetër duhet ta provoni. Tani t'ju them një gjë tjetër. Ne siç e pat shkuam tek Jumbo dhe tek Buzi. Tek Jumbo morëm dyshekun, kurse tek Buzi morëm çadrën. Morëm një dyshek, ishte shumë i vogël për çadrën, se çadrën e provuam, na u duk mirë, goxha e madhe, për ne domethënë. Por dysheku ishte i vogël, kështu që të nesërmen shkoi Endri, e ndroi dyshekun, mori një tjetër, dopjo domethënë për 2 veta. Kur shkuam atje ne, dyshekun nuk na i nxinte çadra. Kështu që e futëm me zor, nuk e frym plotësisht. Pjesa e zinxhirit të çadrës nuk mbylleshe, pjesa poshtë sidomos nuk mbylleshe fare, kurse pjesa lart e mbyllëm çiksi me zor. Por që çadra ishte goxha e vogël, nuk e di nëse ishte për 2 persona siç na thanë, mbase ishte edhe për 2 persona, po për 2 persona të trupit tim, të peshës time domethënë. Edhe kemi fjetur goxha ngushtë, por që gjithsesi fjetëm. Unë nuk është se bëra gjumin më të mirë të mundshëm, sepse kishte goxha zhurmë aty. Madje nga ora 12:30, 1 e natës, kanë ardhur 2 çifte, nuk e di nëse ishin çift, ndjes. Nëse ishin kushërinj, motër, vlla, nuk e di. Por që po erdhën nga ora 12:30, 1, derisa hapën çadrat, por që mish, bërën muhabet, qeshën, nuk e di ku kanë fjetur, se mua më zuri gjumi pastaj. Po që e sikur deri nga ora 4-5 kanë qenë aty zgjuar. Ai mëngjesi, do me thënë zgjimja e dielli që na ra, kur hapje zinxhirin, shikoje detin, ishte mrekulli. Natën ka bërë goxha ftohtë, mbrëm, kur ishim ne, par mbrëm, se mbrëm fjetëm shtëpi. Por që brenda në çadër, nëse mbyllje mirë, nuk ndjej asnjë që ftohtë, do me thënë. Përkundrazi bëj vap. Edhe po siç u thash, do e super sugjeroja si eksperiencë. Ne është hera e dytë që e bëjmë, edhe sigurisht që do e bëjmë edhe herë të tjera. E sigurt.
Endri nuk pati eksperiencën më të mirë, se nuk e di pse, po ju bllokua frymëmarrja, nuk merrte dot frymë dhe ka thjetur tek pjesa e derës me zinxhir hapur. Edhe ndërkohë unë me litarin e qenushit kështu në dorë, edhe gjithë natën dilte gjumi shkoja litarin. Mos mikte qenushi, nga që dera nuk u mbyll plotësisht. Por që nuk lëvizi fare, fjeti gjithkohën aty te koka jon, edhe po, super eksperiencë. Edhe tava është gati, kam bërë shumë pak se gjithsesi Endri do haj, unë mbase ha në një copë të vogël, po që po, është gati.